vetë ndryshimi i sistemit i ka mundësu këto paragullësi. Tash mjafton me gjetë këta 100 që kanë qenë madje as 100, mjafton edhe më pak se aq, madje shumica e komunave nuk e kanë pas asnjë vëzhgues në këto ditë. Në radhë parë duhet më sqaroj jeta dy çështje, meqense se pajtohem që KQZ-ja ka avancuar jashtëzakonisht shumë sa i përket transparencës. Unë në fakt besoj që vetë ndryshimi i sistemit i ka mundësu këto paragullësi, për shkak se po përmendet qendra komunale numërimi dhe centralizimi i procesit atje. Nëse thjeshtojmë për publikun, nëse më parë një kandidat për me bo një skemë të tillë të manipulimit, edhe e marrim shembull Prizrenin ku janë 235 vendvotime, është dashur që në secilën prej tyne me i korruptu gjithë komisioner që i bjen afërsisht 10.000 veta. Në krejt tash mjafton me gjetë këta 100 që kanë qenë madje as 100, mjafton edhe më pak se aq në rastin e kandidatëve, meqense në rastin e Prizrenit ta 100 që punojnë në qendrën komunale. Pra nuk i nevojë krejt komisionerët në përkatune, mjafton me i gjetë e partiti din kush janë këta persona, sepse edhe në bazë të këtyre danave fillestare del që janë të afërm të këtyre kandidatëve. E kush i punëson, Alo? Kush i punëson këta persona? Problemi këtu është që këta persona punësohen prej Komisionit Komunal Zgjedhor, që si tillë zgjidhet prej KQZ-s. Dhe unë besoj që çështja kryesore është qendra komunale e numërimit, e cila në radhë parë kur zgjedhjen bëhen më 28 dhjetor. E kur numërimi ndodh me 31 dhjetore me ne e 2 janar, normalisht që gjasat për vëzhgim janë minimale. Madje shumica e komunave nuk e kanë pas asnjë vëzhgues në këto ditë, bilas vetë partive politike. Po duhet të bëj pak avokati drejtit të thonë që nëse në kaluamën i ki pas 10.000 komisioner që kanë mujtë është shpërndo puna e manipulimit, tash e ki ma let me i ekspozu. Ti po thu që e ki ma let me manipulu, unë po thom ka dalë, nështë ta ma let me i ekspozu, se ma pak me një ven mund është me gjetë sak tavolinën. Prokuroria, po thom, mund është me gjetë sak tavolinën. Po edhe atëherë kanë mujtë me gjetë në vendvotime, për shkak se KQZ-ja ka listat kush është komisioner në secilin vendvotim. Problemi është që potenciali i manipulimit bëhet më i madh. Edhe ideja është që nëse në rastin tonë kemi të shkarkum KKZ-n, meqense u përmend më herët, pse nuk është shkarkuar edhe zyrtari kryesor. Pra nuk ka sens me u shkarku antar politik, kur në fakt ai është mbikëqyrësi i këtyre, edhe ideja është nëse shihet në përmas problemi, është një sofistikuar